Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një histori me ju. Sot do të ndajmë një histori ndoshta për shumë e pabesueshme, por për mua shumë e besueshme sepse nënat gjithmonë nuset e tyre i shohin si vajzat e tyre, do me thënë nuk kanë nënë që e shikon nusen me sy të keq, apo e shikon nusen për të keq në shtëpi. Çfarë ka ndodhur në këtë familje? Kjo vjerë ka bërë një vepër të jashtëzakonshme. Veshkën e saj ja ka dhënë nuses së saj. Nuk e kisha menduar kur se jeta do të më vinte përballë një prove kaq të madhe. Një provë që do të më mësonte çfarë është dashuria në të vërtetë. Sakrifica edhe falja në thelb. Kjo është historia ime. Historia e një nusje që mësoi të qaj në heshtje, por edhe të shpresoj, sepse një ditë vjera ime më dha veshkën dhe bashkë me të më shpëtoi jetën. Gjithçka filloi shumë qetë, si shumë histori të tjera. U martova shumë e re, me plot ëndra, me zemrën që më rihte fort sa herë hapja derën e shtëpisë së burrit tim. Ishte një shtëpi e madhe, me mure që kishin parë shumë breza, me rregulla të pashkruara dhe me heshtje që duhej t'i kuptoj pa u thënë askush asgjë. Vjera ime ishte një grua shumë e fortë.